Denoncoj ashpërsisht intimidimin që Aleanca e Antishqiptarisë Madhështore, konkretisht PBD1 Degajmar, ka bërë sot ndaj një shtetasi vetëm se është mbështetësi politik i imi dhe votues i imi. Aleanca Antishqiptarisë Madhështore e lidhur ngushtësisht me qarqe ekstremiste, neonaziste të huaja, dëshiron të intimidoj brenda Republikës së Shqipërisë votuesit vetëm për shkak të bindjeve të tyre. Doktor, reago. Shqipëria është e shqiptarëve, qofshin ata shqiptar me komsi shqiptare apo me komsi greke dhe komsi të tjera. Shqipëria nuk mundet që në vitin 2025, teksa aderon në Bashkimin Evropian, të jetë produkt i intimidimeve të këtij lloji të shëmtuara në prag të zgjedhjeve. Bashk do të shihemi në parlament dhe do të debatojmë politikisht, por sot këto intimidime duhet marrin fund. Përndryshe, përveç se politikisht, do të shihemi në rrugën e drejtësisë.